Ndërsa jam tani me Kesi Tolën që më në fund na bashkoi festivali i Pranverës. Kishim kohë pa u takuar me Kesin, por dhe pa dëgjuar nga Kesi, kështu që mora lajme që Kesi dhe mund të vish shumë shpejt me këngë. Ky është një premtim o Kesi që duhet ta bësh sot se adhuruesit e tu duan krime të reja. Faleminderit shumë. Patjetër, do mundohem që të bëjmë më të mirën, si jam munduar gjithmonë, kështu që uroj shumë shpejt vi me muzikë të re. Po si të kam njerë, si të kam se u bërë kohë që si mi takuar, vetëm të kam parë në rrjetet sociale që shkëlqen, por si ke qenë? Jam shumë mirë, edhe po punoj, e marr pak kohën time, ndoshta pak më tepër se ç'duhet, edhe ndoshta dhe zhdukem pak, por sigurisht jam duke punuar për muzikë të re, muzikë të mirë edhe që të kënaqem edhe unë, po edhe publiku sigurisht. Kështu që zhdukja ka një anë pozitive sepse do të tregon që është futur në atë laboratorin e saj duke punuar. Ndërkohë, Kesi, cila është lidhja jote me festivalin e Pranverës? Si e kujton, ti ke qenë shumë e vogël kur mbaj festivali i Pranverës, por një ehon mund të ketë ardhur tek ti. Patjetër, po, kam qenë e vogël, nuk mbaj mend shumë, po sigurisht këngët janë këngë që i kemi kënduar gjatë gjithë kohës, këngët e festivalit të Pranverës. Ndonjëherë ndoshta se kemi ditë që kanë qenë këngë të festivalit të Pranverës dhe ky rikthim ishte shumë i bukur që kjo nostalgjia të kthehej kaq bukur dhe se miksoheshin pak, edhe për ne pak më të rinj miksohej festivali i këngës me festivalin e Pranverës, po mua më pëlqen shumë e gjithë energjia, jam pafund e lumtur që jam edhe pjesë pak më e brendshme e këtij festivali këtë vit edhe në këtë rikthim. Besoj që të gjithë ndjejmë freskinë e festivalit të Pranverës. Nuk e di nëse do të ishte drejtë të thuaja shijoje mbrëmjen, sepse patjetër shijohet mbrëmja, por ke një përgjegjësi siç e the shumë të madhe mbi supe, sepse je antare juristë profesionale që ke 60% të peshës së votimit në total. Si të ndukur këngët edhe sa e vështirë ka qenë? Ka qenë shumë e vështirë, më besoni. Sa që një moment nuk doja fare të qëndesha në këtë pozicion, po këngët kanë qenë fantastike, jam shumë e lumtur që ka shumë zëra të rinj, potent, të bukur, të ëmbël, do me thënë, më pëlqen shumë fakti që ka zëra që po e bëjnë muzikën shqiptare akoma dhe më të bukur dhe këto festivale ju japin dhe mundësinë që publiku t'i njohim më tepër dhe zëra që ndoshta si kisha dëgjuar më përpara edhe unë vetë edhe është i freskët ky festival për në çdo kuptim të tij. E ke treshën tënde apo do presësh t'i dëgjosh edhe një herë sot finalistët? Do presim të gjithë edhe pak që ta japim të gjithë verdiktin, kështu që. Uroj ta shijosh mbrëmjen Kesi edhe të kesh një vlerësim sa më të drejtë që jam i bindur që po. Absolutisht gjithmonë. Faleminderit.